në kuadër të forcimit për fajësimit reciprok të dy vendeve, sot diskutova me mikun tim, ministrin, hapjen e një konsulate të Republikës së Shqipërisë në Bitola, në qytetin e Manastirit, siç e quajmë ne. Ky qytet ka një simbolik të veçantë për shqiptarët, pasi në Kongresin e Manastirit të vitit 1908 u arrit vendimi për njësimin e gjuhës shqipe. Kjo kërkesë vjen në vijim të hapjes së konsulatës së përgjithshme të Republikës Shqipërisë në Strug, në Tet Korrik dhe dëshirës dhe vullnetit të qeverisë së Republikës Maqedonisë Veriut për hapjen e një konsulate të përgjithshme në qytetin e Korçës, për cilën jeni absolutisht të mirëpritur. I dashur mik, të nderuar, një personazh i shquar i historisë shqiptare, një herazi arqipeshk i Shkupit në shekullin e 17, Pjetër Bogdani, ka thënë se as dielli pa hije nuk është, e as hëna pa mjegullore mbi faqe. E thënë ndryshe, ashtu si në çdo marrëdhënie njerëzore, edhe në raportet midis shteteve, kush do të shoh hijen, mund ta gjejë. Por Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut zgjedhin të shohin diellin. Dhe dielli, më lejoni ta them, shkëlqen sot mbi marrëdhëniet tona dypalshe, ashtu edhe mbi perspektivën tonë të përbashkët europiane.